Luciano Bocci po përpiqet të shes Shkodrës një presion imagjinar që vetëm ai dhe Partia Demokratike e perceptojnë, duke përmendur raste të njerëzve në detyrë, të cilët nuk janë penguar dhe shantazhuar në asnjë moment për të qenë pjesë e trupës zgjedhore të KQZ-s apo për të privuar nga e drejta e tyre për të shprehur vullnetin politik ditën e zgjedhjeve. I nderuar zoti Bocci, Bashkia Shkodrës ka shpëtuar nga situata ku nuk merrej vesh dallimi parti-shtet në maj të vitit 2023 dhe këtë e kanë kuptuar sot shkodranët. Sa i përket qendrave të votimit, ja sqarojmë turistit politik të Partisë Demokratike në Shkodër se shkollat Koli Dromeno dhe shkolla Andre Mjeda janë në rikonstruksion të plotë. Ju nuk e dini këtë sepse zorë si njini dhe lagjet në të cilën gjenden këto shkolla. Megjithatë, ju sigurojmë se të gjithë janë njoftuar në kohë në bazë të udhëzimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe afishimeve publike në faqen web të Bashkisë së Shkodrës, si dhe pranë KZAZ-ve, ku ju keni edhe përfaqësuesit tuaj. I nderuar, të ftojmë të presësh i qetë humbjen e sigurt që Shkodra do të ofrojë në 11 maj.